nuk mendoj se ka qenë faktori kryesor, mirë po, për që është një faktor i rëndësishëm në proceset zgjedhore, tani më është dokumentuar me sa zgjedhje me radhë. Kvota e diasporës ka mundur të sjellë ndryshim deri në 3 deputet më shumë për lëvizjen vetëvendosje. Mund të themi që në këtë proces zgjedhor, diaspora ishte faktori kryesor sa i përket rezultateve finale. Jo, unë nuk mendoj se ka qenë faktori kryesor, mirë po, për që është një faktor i rëndësishëm në proceset zgjedhore, tani më është dokumentuar me sa zgjedhje me radhë. Kësaj radhe diaspora shqiptare nga Kosova kishte mundësi në saj të votimit direkt në përvend votimet e tyre në për Kosovë, pasi që zgjedhjet u përcaktuan me datën 28 dhjetor, datë e cila përkon edhe me pushimet dimërore që shumica nga mërgjimtarët ishin në Kosovë dhe e hodhën votën e tyre, zgjodhen atë që e deshën dhe përveç tyre edhe pjesa tjetër e diasporës, pra që ka mbetur pa u kthyer në Kosovë, ishin të regjistruar kryen votimin e tyre përmes postës e një pjesë e mirë edhe në përsëritje të konsulatave dhe ambasadave që kanë ndodhur, për shembull në qytetin e Düsseldorfit ku kemi konsulatën e Republikës së Kosovës, nga të regjistruarit pjesëmarrës në zgjedhje ditën e shtunë kanë qenë 82%. Pra 82% atyre që janë regjistruar kanë hedhur votën e tyre për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe unë nuk mendoj se duhet mirët si që diaspora bëri ndryshimin, apo me disa përllogaritje që bërëm nga disa që janë marrur me pjesën e exit poll-eve, por edhe me studimin e gjithë asaj çfarë ka ndodhur, ndoshta vota e diasporës ka mundur të sjellë ndryshim deri në 3 deputet më shumë për lëvizjen vetëvendosje dhe si e tillë është e pranueshme. Dhe unë mendoj se tani është momenti që të gjithë të reflektojnë dhe atë që nuk e kanë bërë në 4 vitet e kaluara ta bëjnë, pra në këtë rast opozita, të merret me veten e tyre, të fillojnë një reformim të brendshëm, jo vetëm në zgjedhjen apo në emërimin e kryetarëve siç ka ndodhur në lidhjen demokratike, pasi që u po qartë se nuk është një kryetar i cili ka arritur ta rikthen lidhjen demokratike, ose edhe të subjektet të tjera, pra unë mendoj se duhet një formatim i gjithë subjektit nga degët dhe nën degët, qoftë të Partia Demokratike, ashtu edhe të Lidhja Demokratike.